Po ja fillu me të njëjtën gjuhë edhe diplomatëve kryesisht vendeve të huaja, për shembull, nëse e keni ka qenë Escobari këto për shembull, unë kam pasur me qindra sharje i ka marrë. Escobari në platformën X i kesh shoktinat që i kesh në platformë aty me qindra diplomatë të tjerë. Dhe kur i shetën ato postime, a thue pyet vetën, a thue çka mendojnë qëta diplomatë për neve. Ky e ka... Jo është fitore për komunistat. Po, fitore, kur është fitore për komunistët, është humbje për qytetarë. Për ta përjetot fitore ajo. Fitore kundër imperializmit. Po izoluar për Europës, për Amerikës, ata imperializmit amerikan. Po, edhe kurse këtë prezentimin që e pash, ishte një lloj, adina si shfaqje sikur noda, ka xhelozi, ka inati. Kur i fitoj zgjedhje... Xhelozi e përmendi. Po, xhelozi. Në demokracinë parlamentare, kur i fitoj zgjedhjet, ti nuk i ke mujt kundër rival, nuk i ke armiq ata. I ke vetëm partner, po që programi vetë u konë më i mirë dhe për momentin ta ka dhënë besimin qytetarit. Po nuk i fitoj si s'ka pritur të fitoj, se jo, mori 500.000 vota, nuk i mori mbi 50%. Falë me i pas 42% dikush do parti tjera edhe 16 vjetë ta mojnë pushtetin. Vetëm këto është gabimi, ju po krahasoni zotin Kurti me parti tjera, nuk do të krahasohet me tjera. Ose tjerët janë kështu inkremental, 1% për 4 vjetë. Sot këtë cinizëm po shkon Rubikon. 1% për 4 vjetë. Po shkon në gjuhën në realitetin tonë, që është cinik fatkeqësisht. Megjithatë, me të natë rezultat, kur s'ka pas një përpjekje serioze me bëni marrëveshje politike me opozitën. Edhe pse si ka pas numrat, vazhdimisht e ka rrejt qytetarin e Kosovës që i ka numrat, që i ka për kryetaret kuvendit, që i ka për qeveri, në gjitha fazat prej certifikimit është mundu me ngadalsu me bloku procesin. Në gjitha rastet, edhe pastaj e pashtë edhe në seancë Këshillit të Sigurimit të OKB-s, u përmend me shqetësim sulmet që ka pas qeveria e Kosovës ndaj gjykatës kushtetuese si barometër i sundimit ligjit në një vend. Do thonë, ne jemi në një çorçokak faktikisht dhe ne mund të shkojmë në zgjedhje. Ndoshta në mars, ju shpo të Dardani, nëse gjykata shpall mos të parakoshme, mirë po nëse nuk shpall dhe shkojmë dhjetor, ne prapë do të fundojmë të njëjtën situatë. Pse? Sepse ky nuk do të ketë shumicën parlamentare. Në bosë sondazhe pritet me konë nëse është e para, nëse është e para, nacionale, po, nëse është atëherë kemi njëtën situatë, po do të shkojmë të certifikimi rezultatet, do të kemi problem, do të kemi problem me kandidatin për kryetar të kuvendit, pastaj do të kemi problem me ministrin. Zoti Arifi është nisma dhe AK-ja që vetë nga lëvizjave të vendosje bëjnë me girë se këto dy subjekte e kanë me etike se tjera që mos shkojnë zgjedhje, se kanë vështirë ta kalojnë pragun. I kemi dëgjuar disa herë duke thënë këto. Unë nuk mëj me folë për nismën, sepse nisma ka një qasje tjetër, po mëj me folë në ato që unë i kam edhe shok, aleancën, mirë po edhe këtë LDK-s, PDK-s, janë 3 arsye pse s'dojnë asht njëni me shku me vetëvendosjen. E para, që të 3 subjektet politike besojnë se nuk po i ndihmojnë Kosovës nëse shkojnë. Domethënë, ata e konsiderojnë. Në takime që kafe që kemë pasi, edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, edhe Aleanca, besojnë që projekti i Kurtit është kundër interesave të Kosovës. E dyta, ata që të 3 partit besojnë që nëse shkojnë koalicion me Kurtin, e shkatrojnë partinë e vetë, dhe kanë të drejtë. Muna një pyetje hipotetike. Vetëm të përfundoj, pastaj po. Dhe e treta, asnjëna prej partive, të paktën këto 3 nuk besojnë se mujnë me funksionu në partneritet me Kurtin. Nëse ka dështu... S'ka s'po pajtoni, zoti Sidiu? Po veç si hipotetike për bëj pyetjen, po supozojmë që veni 2 dhe veni 3 njëna për këtyre dyjave dele në vend parë. Dhe VV-ja dele dyta. A bëjnë koalicion me VV-n? Unë nuk besoj që i bëjnë. Mirë po... Zbutët problemi VV. Ja, atëre është... Si problem që si parti që përnë kundër interesit vendit. Azom, nëse fiton një... Nëse janë 2 ose 3, më pak damshëm janë për interesin e vendit, dhe rrjedhimisht mund të futën në qeveri. Atëre po flasë... partner të koalicioni. Mund të hedhim në diskutim një qeveri me vetëvendosje me Kurtin kryeministër ose me dikë tjetër kryeministër. Pra, dhe kjo është opcion. As vetë zbesojnë këto kur thënë kështu për Kurtin. Nuk do. Seriozisht, se s'pëtuam, falë. As PDK-ja, as AK-ja, as LDK. Çka kur thonë? E kanë veç fushat. Kjo është gabim. Çka e kanë fushat? Ata nuk besojnë ato që ja thojnë, për shembull, akuzat që Kurti punon kundër shtetit, unë jemi bindën për dallim për këtyre liderëve opozitar. Ata nuk besojnë. Se me besu ashtu për një me qeni bindën deri në fund.
nuk ish dash me pas që të sjellën e kurtit. Po çfarë sjellje kanë? Refuzuese e kanë sjelljen. Urna? Refuzuese e kanë sjelljen.